aspekt? Në fakt, shumica e nxënësve vetëm janë furnizuar me libra, natyrisht që ka pas disa telashe të vogla me furnizim për shkak të disa librave që nuk kanë arrit me i gjetë, por në shumicën e rasteve janë furnizuar edhe nuk ka pas probleme tilla. Ne katalogjet e mashtit e kemi përcjell te drejtoritë përkatëse, drejtoritë e shkollave. Pastaj drejtoritë i kanë përcjell tek mësimdhënësi. Domethënë librat të cilat duhet t'i blejnë edhe të shtëpitë botuese dhe me njoftimet që mi kanë bërë drejtorat kryesisht nuk ka pas probleme. Ka qenë një furnizim i rregullt me libra dhe nuk ka pas mungesa. Vetëm duhet kemi parasysh faktin që sot është vetëm dita e parë, që dita e parë në shtatori konsiderohet kështu si ditë, nuk konsiderohet ditë e zakonshme e rregullt mësimit, të themi kështu, sepse është qelloi edhe të jetë e premte në këtë rast. Po në përgjithësi nuk kemi hasur probleme të tilla, furnizimet me libra janë bërë, me insistimin tonë si DK, drejtarëve, angazhimit mësimdhënësve që njoftojnë prindërit me kohë se çfarë libra duhet bënë, të blejnë. Ne katalogjet e mashtit të fazës së parë dhe të dytë i kemi publikuar edhe në webfaqet e shkollave, në rrjetet sociale, po ashtu edhe në hyrjet e shkollave me qëllim që prind mos kenë paqartësi, po ta kenë shumë qartë se çfarë libra duhet blejnë dhe ku duhet i blejnë. Është fat i mirë që në komunën e Shtimës ka librari, nuk është dashur të shkohet në komuna tjera, janë furnizuar me libra. Zoja Feyzullahu, po du me marrë një përgjigje prej teje. A e shes si gabim këtë mënyrë cilën e ka përdorur kësaj radhe Ministri i Arsimit, marrë parasysh se në të kaluarën tekstet kanë arritur në shkolla dhe nuk ka pasur edhe mungesa të këtij lloji siç ju po i përmendni? Me thonë drejtën, në fakt qëllimi i gjithë kësaj unë konsideroj që është shumë më i madh se sa kjo. Qëllimi, siç e ka thënë edhe ministra në Negocit, e cilin e përkroi plotësisht, është për me ndalë mënyrat abuzive me cilat është bërë pajisja me tekste shkollore. Kjo formë konsideroj që është shumë transparente edhe shumë e drejtë, pavarësisht që edhe mënyra e aplikimit nuk është shumë e komplikuar, nuk është mendoj që është më transparente që prindit direkt i blejnë librat pa mundësi për abuzim, edhe mendoj që qëllimi kryesor këtu është ruajtja e mjeteve apo paras publike, edhe pavarësisht me gjitha ato diskutimet që janë bërë, unë prap konsideroj që secili fëmijë do të pajiset me libra edhe në fund të fundit Të lutem.